Kandidati për deputet i Partisë Socialiste Vullnet Sinaj ka takuar banorët e rajonit numër 1 në Vlorë. Ai u shpreh përpara tyre se vota për Partinë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama është vota për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kurse vota për kandidatin Sinaj është një mirënjohje për përkushtimin e tij si deputet i Parlamentit të Shqipërisë. Gjatë takimit, Sinaj pati mbështetjen e banorëve të këtij rajoni, duke u siguruar atyre përkushtimin e tij maksimal gjatë mandatit të ri. Unë kisha konsideruar votën e banorëve të zonës time si dhënje bese dhe më dukej sikur ato vota që kisha marrë, ata më kishin thënë na deputet dhe na përfaqëso në parlament dhe na përfaqëso për kërkesat tona. As vetë nuk e dija që mirënjohja e njerëzve për atë që kisha bërë unë ishte kaq e madhe. Dhe sot e kam për krenari dhe për nder t'ju them, votoni vullnetësinën, sepse nuk do t'ju zhgënjej asnjëherë rrofsh. Ka për t'ju përgjigjur gjithkujt në telefon. Ka për të ardhur sa herë të keni probleme dhe shqetësimet tuaja, dhe kam për t'u përfaqësuar juve në çdo hall dhe shqetësim. Unë i pres votat nga njerëzit e thjeshtë, nga ju që më dëgjoni, nga ju që keni dëgjuar për ato që kam bërë unë. Unë jam deputet i Vlorës dhe dua të përfaqësoj qytetin e Vlorës siç do përfaqësoj lumin e Vlorës. Prandaj kam marrë sot t'ju kërkoj votën. Numri 5, Partia Socialiste. Mandati Edi Ramës dhe i Partisë Socialiste është më i rëndësishëm se mandati im për Shqipërinë Evropiane. Emri i vullnetësinës në këtë flet që është i parafundit është për ju të gjithë. Faleminderit.